Trajneri më i vështirë që e përballur në Shqipëri. Me thënë drejtën kam vuajtur tek Partizani me Brdarić, mendoj. Pse? Ishim ndeshje për gjysmëfinalen e kupës, por dhe në kampionat. Më ndryshoi dy herë sistemin. Jo se ndoshta ai e bëri për të më përshtatur mua, por do të kishte 2-3 module loje, po. Jo, kishte ato alternativat e veta dhe në kupë më luajti me 4, në kampionat më luajti me 3, edhe ma bëri pak më të vështirë. Ndoshta e mendoj edhe pse e doja më shumë dilja në finale, dhe ndoshta kjo ka qenë ajo që e mendoja më të vështirë. Ndoshta bërë dhe ti vetë pak më të vështirë, pra. Po, e bëra ndoshta dhe unë. Cili ka qenë lojtari më i mirë që ke pasur të ekipet që ke trajnuar? Kualitet dhe çka kam parë dhe ai se kuptonte se çka ka, do jep 2 emra. Një e di, Giuliano Skuka. Është Giulio Skuka dhe Sidrit Kuri. Por që të dy një lloj natyre janë. Po, por që të dy nuk e din se çfarë vlerash kishin. Me pak punë, ata mund bëheshin shumë më shumë se që janë sot. Pra, pyetja radhës është në fakt lojtari që të ka zgënjur më shumë. Ka qenë një lojtar, dhe do ta them, kur dolëm në Europë me Partizani, ka qenë Shvetanovski, dhe vinte si një talent ai kur erdhi ke Partizani, ne nuk na thanë që menaxheri që ka pas një dëmtim, po ne e morëm si përforcim. Profet, cili ka qenë lojtari kundërshtar që të ka prishur plane gjatë loje? Një lojtar që të prishte punë me ekipin që të kapte dhimbje kokës kur shifte të u bogati. Dihet ai që edhe si natyrë, po edhe është Aleksi. Po e kisha në mendje atë emër që kur e filloi fjalin. Sepse është lojtari që jo vetëm prish punë në ato modulet, jo vetëm që unë merja masa ta ashtu, por unë merja masa për një X lojtar t'i shkonte në markim në fazën defensive, po ai ma qiste nga binarët. Se vazhdoni flet gjatë loje çfarë tonë. E nxirrte jashtë. Një lojtar që se ke trajnuar ose se ke pasur në skuadrën toja, po doja ta kishe shumë. Mua më ka pas pëlqyer shumë Lushkja dhe Ujka. Po mesfushorët e dy, pra pëlqej pak fantazin, me sa kuptova. Jo, pëlqej këto mesfushorët i brit që janë lojtarë që ditë bëjnë edhe 6-in dhe 8-in dhe 10-in që bëjnë gola. Dhe këto janë lojtarë që bëjnë 3 pozicione brenda një roli, dhe Ujka dhe ky kanë qenë. Cili është gabimi më i madh që ke bërë si trajner? Një gabim kam bërë që nuk e fal prap, ka qenë Ndreca, ndeshje me Sabortalën, ndeshjen e kthimit. Po e morëm atëherë në Uazim vetëm për Europën. Po, por ai na erdhi, po kjo është ajo që problemet e futbollit shqiptar që duam të shkojmë dhe në Europë, dalim kampion, shesim lojtar, dalim dhe në grupet e Europës, kur trajneri shkon me 12 lojtarë në fazë përjetore. Në atë kohë ishte Atanaskovski, po nuk po e mbante ashtu siç duhet, dhe i thash që të fuste Ndrecën dhe t'i bëja Antfort markimit, ishim 0-0 dhe doja që mos të merrte shumë përsipër ky. Ishte i vetmi pikë referime dhe ky ishte iniciatori dhe një mesfushor që i bënin diferencën aty. Por ju fut jashtë, i pas sinkronizuar 2-3 herë, i shkojnë me Kovones, bëri 2-3 faulla, dhe unë detyrova e ndrova përsëri. Pra, i kam rënë qafë vetë lojtarit me gabimin tim që nuk duhet ta kisha futur. Ndeshja më e vështirë? Më të vështira dhe më të bukura me Korabin e Peshkopis, kundrejt Krujës, 12.000 shikues. Ka qenë një garë jashtëzakonshme, po t'i referohemi asaj ndeshje. Plas emocionale, se të vështirë kam pas derbin me Tirana, me Partizanin. Po që është një presion më i madh. Është derbi. Derbi i parë ka qenë shumë emocional, kemi barazuar 0-0. Ha një gol në gjuhën popullore, po e themi junior. E han, domethënë porta ajo me portën bosh. O zot sa e kom shah atëherë. Unë dhe babai. O sa e kena shah atëherë profesor. O ka më mes sa e kena shah. Ai ti e ke shah kurse më ka dalë në ndër një javë. Po Floro ti se ke densa na ka i. Imagjino se ka dhënë ata që kur ta gjejnë portën bosh ta bën me finde si Cara në derbi që në atë pozicion ka qenë, por ishte porta bosh dhe i ra topin tokë, se si do të ishte
ishte më e vështirë Flori me nxjerr jashtë se sa me do. Edhe ata bëri. Do betohem, nuk e di ai rasti Cila ka qenë fjala e parë që ka thënë mbrapa? Nuk jam fol fare. Si fole fare? Ishte i rënduar shumë edhe nga opinioni. Vendimi që do ndryshoje në karrierën tënde. Gabimi më të madh që kam bërë është kur më ka kërkuar me shumë gul presidenti ish presidenti i Partizanit Albert Xhani, po t'isha ke Partizani, mendoj e lidh edhe me dëmtimin pastaj. Nuk do kishte ndodhur dëmtimi. Mendoj unë, megjithatë, por edhe çështja e zemrës. Efekt thonë ata tuaj që po shkojë këtu nuk do të ishte kjo. Në atë aspekt. To kanë qenë ato pishmanet e mia, por nga herë mërzitem në herë se them në 2-3 momente kam rrezikuar shumë karrierën time, si me Dinamon, po edhe me Partizanin, se nëse mora Partizanin ato kushte, nëse do i kisha ecur keq 3-4 javë, nuk do të dëgjoj më. Po nuk do të dëgjoj më Dritan Mehmeti Super League. Do të filloj edhe herë nga e para. Ka marr Dinamon po të njëjtën gjë. E kupton, edhe po këtu është i çik e pa një parashikim për ndeshjen e kësaj fundjavë? Me që unë i kam trajnuar të dyja, besoj se do dalë barazë. Diplomat. Profe, ishte kënaqësi të kishim këtu për gjithë rrëfimët që dhe. Ju falenderoj nga zemra. Andale!